Jovan Vicentievic, mbi të cilin rëndojnë akuzat për kryerje të veprës terroriste në kanalin e Ibër Lepencit, u ka thënë institucioneve të Kosovës se ka marrë pjesë në trajnim nëntditor ushtarak në vendin ku bën stërvitje grupit që kreu sulmin terrorist në Banjsk. Vicentievic, të cilit i është gjetur edhe kartela inteligjencës ushtarake e agjencisë serbe VBA, ka thënë se 120 veta kanë marrë pjesë në trajnim. I pandehuri gjatë transportimit të tij nga Mitrovica e Veriut në Prishtinë me datën 2 dhjetor 2025 dhe pastaj gjatë dërgimit të tij në qendrën e paraburgimit me datën 3 dhjetor 2025. Në bisedë me zyrtarët policor kishte dhënë informacione në lidhje me veprimtarinë e tij të kundërligjshme e po ashtu edhe për persona të tjerë të involvuar në veprime të ngjashme, duke pohuar se ka marrë pjesë në ushtrimet në kampin e ushtrisë serbe, të quajtur Paskulanske livade në Serbi. Atje ka qëndruar dhe është trajnuar prej datës 14 shtator 2023 deri me datën 23 shtator 2023. Jovan Vicentievic, i cili edhe të vëllain Dragishën e ka të akuzuar për sulm terrorist, i ka thënë prokurorisë se një ditë para sulmit në Banjsk shkuan në mënyrë të organizuar në komunat që janë afër Kosovës. Sipas të pandehurit Jovan Vicentievic në kampin Pasulanske livande në Serbi, trajneri ka qenë një eprar i ushtrisë serbe me emrin Aleksandar Kosanin nga Kragujevci i Serbisë, si dhe një person tjetër gjithashtu oficer i ushtrisë së Serbisë me pseudonimin Stole. Jovan Vicentievic ka theksuar se pas përfundimit të trajnimit me datën 23 shtator 2022, me një autobus nga baza Pasulanske livande në mënyrë të organizuar kanë udhëtuar për në Rashk, pastaj për në Novi Pazar, aty kanë pushuar një kohë dhe janë ushqyer. Ai ka thënë prokurorisë se ishte në dieni për një plan për sulm në Kosovë në tetor të 2024-s, por se atë e shtyu udhëheqësi në teren i sulmit terrorist në Banjsk. Në bazë të ekspertizës së FBI-s, në çizmet e Dragisha dhe Jovan Vicentievicit është gjetur dheu që sa i përket strukturës, ngjyrës dhe përbërjes ishte i njëjtë me atë në kanalin e Ibër Lepencit. Organi akuzës pretendon se në fitilin që u sekuestrua në vendin e ngjarjes u gjetën edhe gjenet që përputhen me ADN-n e të akuzuarve. Akt akuza përfshin vëllezërit Jovan dhe Dragisha Vicentievic që akuzohen për rrezikim të rendit kushtetues me shkatrim apo dëmtim të instalimeve dhe pajisjeve publike dhe për terrorizëm. Ata dhe Igor Dimovici akuzohen edhe për armbajtje pa leje.